Sigur dhe Bergadas. Sigur dhe Flavia. Sot do të flasim për zakonet. Si mendon? Le të flasim për zakonet. Si mendon dhe Bergadas, si ndikojnë ato zakonet e vogla në të përditshmën tonë? Gjithmonë nëse shohim një ndërtesë të madhe, kur jam rritur në shtëpi guri. Të themelet normalisht janë bërë me gur. Pra, vërtet gjërat e mëdhaja ndërtohen nga grimca të vogla. Dhe zakonet, gjërat e vogla vërtet përcaktojnë jetën tonë. Ideja është sa të vetëdijshëm jemi për këto zakone, së mënyrën se si e ndërtojmë këto grimca jetën tonë. Bergadas, ti mendon që të gjitha ndryshimet e mëdha vijnë pikërisht nga ndryshimi i këtyre zakoneve të vogla? Edhe gurxhia, po themi, vazhdimisht mëson. Mos vraponi. Mos u mundoni t'ja arrini gjërat se ju doni shkoni ngadalë me jetën. Jeta do t'ju mësojë vetë. Mos nxitoni. Dhe një ndër kualitetet që duhet në rrugën shpirtërore që njerëzit nuk duan të dëgjojnë është durimi. Për themi, ke parë reelsat që mund t'jenë 30 sekonda një reels, njerëzit gjithmonë shohin 5 sekondat e para, se s'kan durim, do të shohin tjetrën dhe në fund kanë ndej 3 orë në rrjetet sociale dhe s'kan parë asgjë. Kur dalin nuk e dinë se çfarë paën dhe çfarë mësuan. Nuk mbajnë mend asgjë. Pra do të them durimi është shumë i rëndësishëm. Pra gurxhia thot që gjërat e vogla të bëra në mënyrë konstante do të sjellin gjën e madhe. Po themi, ai thot, mendoni që ju për një vit do arrini të ndryshoni 1% vetes tuaj. Për 10 vite keni ndryshuar 10% vetes tuaj. Për 20 vite 20%. Pra ku e shohim jetën tonë në vite, do të thotë vërtet në shumë pak vite, ku kthejmë kokën mbrapa, nëse kemi ndryshuar në mënyrë konstante dhe nga pak, shohim që jeta jonë është transformuar vazhdimisht. Dhe kemi parë në jetën tonë përditshëm persona dhe njerëz dhe shohim plot gjithandej. Që ka nga 20 vjeç deri në 70 vjeç shohim dhe takojmë të njëjtin person. Pra mendësia e tij s'ka ndryshuar asfar. Dhe pse është munduar me jetën këtë, pse? Sepse nuk ka kuptuar këtë sekret. Që në jetë nuk ke nevojë të vraposh, edhe ku diun. Jeta do të sjellë vetë ato që duhet. Por ec ngadalë dhe shijoje, duaj atë që bën. Pra jeto me ato çfarë je duke bërë. Bergadas, po mirë, pse është kaq e vështirë që të heqim dorë nga këto zakonet e vogla? Do të thënë, ti thua në zakonet e vogla që bëjmë në mënyrë rutinore që na largojnë nga ajo çfarë është e rëndësishme për ne? Po, dhe zakonet të cilat ne jemi të vetëdijshëm që nuk na bëjnë mirë. Ne kemi një sistem, po themi, që punon, po themi, si mënyrë mekanike. Çfarë edukojmë ato? Po themi, prandaj i referohemi sërish mendjes. Mendja dhe ky sistemi jon do prodhojë gjithmonë çfarë dhe si e kemi ushqyer. Pra nëse ne e kemi ushqyer mendjen tonë me zakonet caktuara, ai do jetë rezultati i saj. Dhe nëse ne jemi negativ, në sensin ne gjykojmë, shohim tjetër, çfarë bën tjetri, ky, dhe nuk shohim jetën tonë, a jemi ne, a na bën kjo të lumtur? Pra vetëm e shohim, çfarë bën njerëzit sot? Natyra njerëzore ulen në kafe dhe janë duke folur gjithmonë për një person të tretë. Dhe nëse e pyesim shumë thjesht veten tonë, kjo a vërtet na bën të lumtur? Jo, na bën më të mirë. Pra çfarë ne bëm? Ne jemi duke bërë një gjë rutinore, e me këtë rutinë që jemi duke bërë, jemi duke shkatruar veten tonë dhe jetën tonë. Pra çfarë duhet kuptojmë? Atëherë kuptojmë sa rëndësishme qenë ka diçka që bëjmë në mënyrë rutinore dhe vërtet përcakto ka fatin e jetës time. Dhe çfarë duhet ndryshoj? Duhet ndryshoj mënyrën se si jetoj jetën, mënyrën se si shoh gjërat dhe si bëj gjërat. Pra këto zakone. Unë nuk do ulem me kafe me shoqe që të flas për një shoqe tjetër, po do ulem edhe do ndaj atë që ka vërtet vlerë. Pra kur ti fillon, dhe atëherë do ta pyesësh sërish veten tënde, si ishte ajo bisedë? Ti do kuptosh që ajo bisedë është e lirë, është ndryshe, Flavia. Pra kjo ka nevojë të kuptohet.
Po mirë Bargedas, kush është roli i zemrës dhe kush është roli i mendjes pikërisht në këto zakone? Si ndahen ato nga njëra tjetra? Do thoja mendja, kur sa më shumë njeriu të jetë i mbarur nga mendja, është e drejtuar drejt vetes. Dhe do të thoja që ka shumë konfuzitet. Po them në shumë raste, sërish i kthejmë për të kuptuar më tepër. Ne gjykojmë tjetrin. Dhe nëse kapim një element, mund të jetë shumë komplekse, por që një element, pse e gjykojmë tjetrin? Sepse duke ulur tjetrin, mendojmë që ne arritemi. Jo, nuk mund të rritesh duke ul një person tjetër. Dhe njerëzit e mëdhej çfarë bëjnë? Janë bërë ato që kush janë bërë të mëdhej në jetën e tyre sepse kanë ndihmuar tjerë të rriten. Po themi nëse ti rrethohesh nga njerëz mizere, po them gjithë familja jote është familje depresive. A ka shanse që ti jesh i lumtur në atë familje? Jo, të bësh dhe ti depresive. Pra dhe kjo kuptojmë që mendja na orienton te vetja. Shohim gjithmonë si ndjehem unë, si ndjehemi ne. Kurse zemra është komplet ndryshe. Pra dhe ku është zemra është dashuria, se në dashuri çfarë ndodh Flavia? Po themi edhe në marrëdhënie me partnerin. Dashuria vërtet, midis, po themi, një marrëdhënie të tillë, partneri apo partnerja kujdeset gjithkohën si ndjehet partneri apo partneri, dhe jo si ndjem unë. Dhe prandaj marrëdhëniet prishen, se atëherë ndryshon për aty ka, jam një marrëdhënie, po nuk më intereson shumë, dua si ndjem unë. Dhe marrëdhënia është e humbur, nuk ka dashuri. Thjesht është, një marrëdhënie biznesi apo çfarë do të jetë, por vetëm se dashuri s'ka. Pra du të them, zemra është ajo çfarë na udhëheq, çfarë vërtet ka vlerë, çfarë është natyra jone vërtet. Ndërsa mendja ka tendencën derisa ta transformon, se nuk po themi se mendja gjithmonë është negative, por derisa ta transformoj, ka tendencën pa u kuptuar çfarë po ndodh të na kufizojë. Pra tamam sikur të na limitojnë në një mini botë që ajo botë është si ne duam, si mendojmë ne. Dhe prandaj kur ne limitohemi, kufizohemi, atëherë fillojmë edhe shkëputemi nga ajo çfarë ka vlerë, shkëputemi nga njerëzit, shkëputemi nga gjithçka që na ndihmon të rritemi dhe të jetojmë një jetë plot. Po motivimi, a është i mjaftueshëm apo ka dhe diçka më të madhe se sa kaq? Mendoj motivimi është shumë i rëndësishëm, por duhet gjetur mënyra se si të zgjohet motivimi. Pra vetë jeta, për ta jetuar jetën, do një motiv. Për gjithçka që bëjmë, do një motiv. Dhe sërish motivi mund të jetë dy ka, mund të jetë një motiv i cili na shkatron, e shkatron jetën tonë, mund të jetë një motiv që ndërton jetën tonë. Dhe sërish t'i kthejmë vazhdimisht Flavia. Njerëzit me të cilëm rrethohemi, gjërat që bëjnë është shumë e rëndësishme, ose do na demotivojnë, do na shkatrojnë, ose do na arrisin. Po themi kur ti ke nevojë për diçka, vërtet ke nevojë për diçka që ka vlerë në jetën tënde. Dhe kupton që duhet të telefonoj një person. Çfarë do bësh? Ke shumë marrëdhënie dhe ke shumë njerëz, ke 30 shoqe, po themi, që ke relata të mira. Dhe këtë do bësh? Natyrshëm do gjesh atë person që ty të jep atë që ti ke nevojë. Pra nëse ti ke nevojë për dashuri dhe pozitivitet, do kontaktosh atë person që është pozitive gjithë jetën e saj. Dhe ti atë do kontaktosh. Përsërisht ajo çfarë është, duhet përcaktosh ti dhe unë bashkë, çfarë dua? A dua të jem pozitive, të kem gjëra të mira në jetë, apo dua ta shkatroj jetën time? Dhe prandaj njeriu shkatron jetën e vet dhe çfarë bën? Fajson shoqërinë apo tjerët. Jo, e ke shkatruar vetë, sepse ajo çfarë je duke jetuar varet nga ajo çfarë ke zgjedhur. Pra dhe kur ti zgjedh, atëherë motivi sigurisht është i rëndësishme, një e para për ta zgjedh çfarë don, dhe e dyta për të ecur drejt asaj çfarë don, dhe si ta bësh atë rrugë drejt asaj që don. Sërish është element vërtet shumë i rëndësishëm motivi. Pa motiv je i humbur, asgjë nuk mund bësh. Mua më ka ndodhur që sa herë që diskutojmë me miq, me familjar apo edhe me gjëra në tavolina, që shumë shpesh edhe të njerëzit flasin për diçka që duan të bëjnë dhe presin atë momentin perfekt për ta bërë atë ndryshim. Dhe duket sikur
ndonjëherë ai momenti perfekt ose momenti i dur nuk vjen asnjëherë. Është kjo një formë që e shtyn apo ka një moment realisht perfekt në të cilin ti e merr mundimin dhe iniciativën për të ndryshuar ato zakone apo sjellje të cilat ke? Se duket sikur është një gjë klishe e Bargadas, po ta dëgjosh, përfshirë edhe mua, ose në rastin se unë dua diçka shumë të thjeshtë, për marrë një rastin e të ushtruarit, e të bërit sport. Po në ti e shikon që trupi jot ka nevojë për më shumë energji, ndoshta pak tonifikime dhe dobësime apo pesh ekstra sepse je shumë e dobët dhe thua në datën 1 do ta filloj këtë stërvitjen, do ta filloj palestrën, ose ditën e hënë do ta filloj stërvitjen. A ka një moment pikërisht perfekt për të bërë këto ndryshime për të cilat ti ke nevojë, që edhe je i vetëdijshëm që do t'i bësh për shembull? Mendojnë që nëse jemi inteligjent dhe të kujdesshëm, çdo moment është një moment për ndryshuar. Pra nuk është sepse ne shohim fillimin e vitit të ri, një festë, apo diçka që ne lidhim sepse të vjetrit e kanë thënë. Jo, jeta është një lojë. Thjesht këto momente janë më shumë si kujtesë, tamam kombana është më e fortë që ty të kujton. Bëj diçka ndryshe. Por në fakt vetë jeta, po ne vërtet ta duam, gjithkohën është duke thënë ndrysho. Jo, dhe edhe taj pak diçka se gjatë diskutimit edhe u kujtova një përmbledhje shumë e shkurtër, domethënë. Dhe po mendoja që të gjitha ndryshimet e zakoneve që unë kam bërë, nuk kanë qenë kur kam vendosur atë momentin perfekt për të ndjekur, por kanë qenë në momentin që kam ndjer, pra nesër do ikin palestër. Mesi javës, pa menduar, pa rezervuar, pa bërë asnjë abonim, asnjë gjë. Thjesht nesër do iket dhe kur kam realisht kam vepruar në këtë lloj forme, kam pasur edhe rezultate nga brapa. Jo, do thoja këtë që preket. Domethënë pse i shtym gjërat? Përgjithsisht do bëj nesër, do bëj sepse për të sjell diçka të re në jetën tënde, duhet lesh diçka tjetër të shkoje. Po them nëse ti vërtet don të shkosh bësh palestër, do lesh kafen, do lesh diçka tjetër, do lesh televizionin, do lesh diçka që pra do ta zëvendësosh me diçka. Dhe sigurisht për të arritur diçka dhe bërë diçka të re që ndryshon, duhet forcë, pra duhet lesh dhe ky është problemi. Njerëzit duan të sjellin diçka, po s'duan të lejnë të shkojë diçka tjetër. Jo, nuk ka vend për gjitha. Duhet lesh diçka që të bësh diçka, por duhet përcaktosh midis tyre dyja cila është më rëndësishme. Po durime me veten, çfarë roli ka në këto iniciativa për të bërë pikërisht ndryshimet e këtyre zakoneve? Durimi është shumë i rëndësishëm sepse durimi përcakton që ti vërtet e don atë gjë. Dhe prandaj njerëzit nuk kanë durim, edhe kjo kur s'ke durim tregon që ti vërtet nuk e don atë gjë dhe nuk don të investosh për atë gjë. Ashtu si në spiritualitet. Njerëzit e duan spiritualitetin, duan ndryshojnë, po nuk du të bëj asgjë, nuk kam kohë të meditoj, nuk kam kohë të lexoj, nuk kam kohë të reflektoj për veten time. Dhe shkurt je duke thënë nuk do vërtet ndryshosh. Dhe që të ndryshosh, tulesh, studiosh, të meditosh, sigurisht duhet durim. Se edhe një herë durimi nënkupton që ti duhet lesh diçka që të presi, pra ose duhet lesh diçka që të shkoje, dhe në fund është diçka e cila vetëm sa të pengon, nuk të ndihmon. Por do të thoja, pra durimi tregon që ti vërtet e don diçka dhe je i vendosur për të arritur ato. Unë kam një pyetje për ty tani. Për ty ndje apo është personale për ty? Kur ke ndryshuar disa zakone të cilat nuk kanë qenë të mira për ty? Të ka ndodhur ndonjëherë që të kesh bërë hapa pas dhe ti jesh rikthyer atyre? Shumë herë, edhe i bëj edhe akoma, në sensi, ka edhe akoma, se jeta është u bërë e murgo, se ku dim se jenë në rrugë shpirtërore, nuk është fush me lule, Flavia, je gjithkohën proces, transformimi, ndryshimi, të njohjes vetes tënde, të njohjes jetës e tjera. Çdo ditë ke këtë gjë. Po si e ke dalë Barga, më trego se si e ke dalë që si dorëzuar? Një e para, mundohem ta kem të qartë çfarë vërtet dua, çfarë është e rëndësishme për mua. Dhe kur arrit të jem sa më qartë për këtë, atëherë mundohem të investoj. Dhe po themi, kam kuptuar me eksperiencën time, kur ti e kupton që je duke bërë diçka dhe në vërtet nuk të ndihmon për të arritur atë që është e rëndësishme për ty, nuk mund të luftosh me to.
por duhet ta zëvendësosh. Po themi, nëse ti pëlqen shumë ëmbëlsirat, nuk mund të thuash, mund të kesh një vullnet në këtë pikë të ëmbëlsirat, po them për transformimin e jetës, ose gjëra që janë shumë të ngulitura brenda teje. Nuk mund të thuash, do ta lej ëmbëlsirën. Dhe nuk e bën dot, edhe nëse le ëmbëlsira do jetë brenda teje dhe nevoja për ëmbëlsirën. Dhe ndoshta mban ca muaj, ca kohë dhe do të rikthesh sërish. Si do ta ndryshosh? Do ta ndryshosh duke gjetur sërish diçka të ëmbël, po them nëse do të lesh ëmbëlsirën se të shkatërrosh shëndetin. Duhet këtë lloj ëmbëlsire ose ëmbëlsirën në përgjithësi ta zëvendësosh me diçka pak a shumë të ëmbël që përafrohet, por është diçka që të bën mirë dhe jo të bën keq. Pa duhet të them që duhet ta transformosh të energji, duhet ta lidhësh me diçka tjetër. Sepse çfarë ndodh, Flavion? Brenda nesh është një potencial energjie që ka nevojë të kanalizohet. Dhe prandaj ne përgjithsisht duam flasim me njerëzit, duam bëjmë sport, se kjo energji ka nevojë të shprehet. Pra duhet themi, kur do ta kanalizosh diçka, një energji, nga një aktivitet i caktuar që ti e ke kuptuar nuk është i duhur, ta vendosish në funksion të mirë tonit, duhet ta kanalizosh tek një aktivitet i duhur që ndihmon të rritesh. Po themi, në të njëjtën energji si thua ti, mund të shkosh në party gjithë natën, kërcene tjetër, por e kupton që ky lloj aktiviteti e kupton që ta shkatron jetën. Dhe thua, unë jam një njeri dinamik. Dhe çfarë bën? Thua, nuk do shkoj në party, nuk do shkoj në kafe dhe të shkatroj veten time, po do shkoj të bëj palestër dhe të kujdesem për trupin tim. Pra dhe nuk the, unë do rrit e shtëpia, nuk dal më në kafe. Jo, kjo është shumë e vështirë ta bësh, se do krijohet një rezistencë brënsh. Po çfarë do bësh? Do zëvendësosh. Dhe pra dhe zakonin, nuk ke nevojë të luftosh me zakonin në natyrën, po zëvendësoj. Pra dhe kjo mendoj që është e rëndësishme. Më solli një shembull që është shumë real për mua. Në fakt edhe unë në ndryshimin e zakonave që kam bërë, pikërisht i kam zëvendësuar disa gjëra. Ndërsa disa gjëra të tjera bargadasi nuk po ja gjej dot mënyrën se si ti zëvendësoj, akoma i kam aty le të themi. Jo, do jetosh gjatë, dhe prandaj jeta është gjatë, jep shumë mundësi, do i ndryshosh, avash. Pra kthehemi sërish te durimi. Nëse jemi duruar, vetë jeta do na japi, po sërish duhet vërtet ta duash, po them ty ose gjithë secili, ta duash vërtet ato që don. Nëse ti e don brenda teje, jeta do ta sjellë instrumentat për ta ndryshuar. Ti je e bindur për këtë. Dhe mua ma ka treguar jeta, kur ti vërtet e don diçka, prandaj do të jesh i duruar, po ajo do të sjellë mënyrën që ti do ta largohesh nga ajo që do të largohesh dhe të arrish atë që do të arrish. Pra prandaj spiritualiteti, gjëja që është rëndësishme është durimi. Duro, jeta do të sjellë gjithçka. Po mësimet e mjeshtit ton Bargadas, si na ndihmojnë për të bërë transformim real dhe jo transformime të përkohshme? Shumë pyetje e bukur vërtet. Mënyra se si një mjesht shpirtëror të mëson ose rruga shpirtërore ka një vizion të gjërave, nuk është diçka afat ku dion shkurtër, mënyra se si shihet jeta, shumë gjëra. Dhe ajo, po themi, konkretisht me gurgjin, po themi, a gjithkohën të ndihmon që gjithçka të bëjë sens brenda teje. Pra që të ndryshosh diçka, ti duhet të jesh ngadalë gati për ndryshuar. Pra nuk shkon kundra natyrës tënde. Po themi, si një nën, vërtet me aftësi shumë të mira të një nëne, si e rrit fëmin e saj. Nuk e rrit, unë kam dëshë të bëhem ky profesion dhe ti duhet bëhesh. Jo, e dëgjon fëmin me shumë kujdes. E dëgjon, e njeh natyrën e saj, çfarë ai don, çfarë i përshtatet, çfarë i thot njërit fëmijë, çfarë i thot vajzës, si thot djalit. Pra e njeh njeh natyrën unike dhe çfarë ky ka nevojë. Dhe atëherë ushqen ngadalë, pra ecën më ta, nuk ja përcakton nëna jetën fëmijës, por është gjithmonë ndihmë dhe guruja, po themi, nuk ta përcakton jetën në sens, bëu kështu, por është ndihmë, të jep dorën, sigurisht ta thot rrugën,
t'jep shumë versione, çfarë është më rëndësishme, por nuk ta dikton, ti bëu kështu. Jo, ti duhet ta tregosh dhe pastaj ai të tregon që unë jam me ty që ti ta arrish me këtë gjë. Pra dhe mendoj sërish kjo është shumë e rëndësishme dhe çfarë ndodh në rrugën shpirtërore. Pra ty çdo hap që ti bën e kupton që është vërtet hapi që unë dua dhe është hapi që unë mund ta bëj. Pra rruga shpirtërore ku je kujtim nuk të thyen asnjëherë. Pra nuk të jep një peshë që ti nuk mund ta mbash, po t'jep atë që ti mund ta mbash, t'jep atë që ti mund ta shijosh, t'jep atë që ti ta duash. Dhe prandaj kur ti vazhdon rrugën shpirtërore, atëherë vërtet jeta ndryshon. Ti e sheh jetën ndryshe, Flavia. Se kupton sekretin e saj nga don. Bergen, nëse dikush do të bëj të ndryshoj jetën e tij sot, nga kush zakon duhet ta filloj? Ndrysho zakonin e të menduarit. Do me thënë si sheh gjërat. Mos je gjithmonë pesimist, kjo nuk bëhet. Shi në kontekstin pozitiv gjërat. Shije veten, pranoje veten, nuk ke nevojë të kërkosh gjithkohën, duhet ndryshoj këtë, atë, them sensin e jashtëm më tepër. Pranoje veten. Pra fillo e ndrysho zakonin në mënyrën se si mendon. Fillo ndryshon zakonet me çfarë ushqen veten. Nuk jam duke thënë vetëm ushqimin fizik. Po çfarë sheh, çfarë dëgjon, çfarë flet, çfarë mendon. Pra edhe ne ankohemi për jetën, po jetën tonë e kemi përcaktuar ne, Flavia. Dhe si ka ardhur gjitha kjo? Pra, sepse në të forme kemi ushqyer. Pra nëse ne shohim një film sonte me horror, ne zgjodhëm ta shohim dhe e pam. Kemi të sigurt që zgjumi nuk do jetë shumë, dikush ka krijuar imunitet, nuk i bën shumë përshtypje. Për mua më ka ndodhur në fëmijëri që kam parë gjëra ose kam dëgjuar gjëra, ose mbaj mend se më kujtua, ku një shoku i vran babain dhe vllain, e beson Flavia që mua për javë të tëra ka qenë mendimi më i fortë brenda meje, që vërtet s'po më linte të jetoja. Nuk e shmangja dot, po du të them paktën kur gjërat mund t'i zgjedhim, çfarë dëgjojmë, çfarë shikojmë, çfarë mendojmë, çfarë flasim, nëse i përzgjedhim, me ko shoqërohemi, pra kjo do ndryshojë jetën tonë. Dhe këto zakone duhet, po them, të investohen, mendoj, nëse vërtet njeriu do ta ndryshojë jetën e tij. Unë përjetova një seancë si personale, e ndjeva këtë ditën e sotme në parketas. Ja, vërtet edhe ne që jemi në këtë rrugë kemi nevojë të flasim disa gjëra edhe të rikujtojmë mënyrat. Prandaj edhe për mua ishte shumë e bukur. A di çfarë është e rëndësishme, Flavia, që ma kujtove me këtë? Duket shumë raste nëse shohim nga jashtë, gjithsecili do ta bënte. Duket sikur jeta shpirtërore është një jetë ungrounded, po themi sikur ti fluturon ku diun mbi ret. Ke një guru, je thjesht mbyllesh në atë botën tënde. Dhe mund ta them nga eksperjenca vërtet e ime, jo, spiritualiteti është mënyra që vërtet të sjell me kom tokë. Nuk jeton në fantazi, por jeton me atë çfarë jeta ofron. Pra nëse jeta ose nëna të ofron një ushqim, ti nuk e hedh poshtë atë ushqim dhe i thua nënës pse s'më soll atë ushqimin tjetër. Dhe këtë çfarë është duke bërë sot njerëzimi, po them ose mënyra si jetohet. Por ti pranon atë ushqim që ke, e shijon atë ushqim dhe e falenderon nënën. Dhe këtë na mëson rruga shpirtërore dhe na edukon. Pra ta shijosh jetën dhe ta falenderosh jetën. Se pa jetën ne s'jemi askushi. Pra dhe kjo do të thotë vërtet jetosh grounded me kom tokë dhe jo të fluturosh mbi re. Pastaj sërish që secili ka drejt ta përcaktojë jetën dhe rëndësinë e saj, mënyrën si jetojmë, por më ndrysh. Sigurisht, tu jemi të lirë. Por këtu mendoj që duhet vërtet të reflektojmë. Sonte po e mbyllim me ndjesi që të shkojmë në shtëpi dhe do reflektojmë apo jo. Le ta bëjmë.